fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Romakëve 12:17. Mos ja ktheni kur kujt të keqen me të keqe, kërkoni të bëni të mirën përpara gjithë njerëzve. Romakëve 12:18. Po të jetë e mundur dhe aq sa varet prej jush, jetoni në paqe me gjithë njerëzit. Romakëve 12:19. Mos u hakmerrni për veten tuaj, o të dashur, por I jepni vend zemërimit të Perëndisë, sepse është shkruar: Mua më përket hakmarrja, unë kam për të shpaguar, thot Zoti. Romakëve 12:20. Në qoftë se armiku yt, pra, ka uri, jepi të haj, në pas etje, jepi të pi, sepse duke bërë këtë, do të grumbullosh mbi krye të tij thëngjit të ndezur. Romakëve 12:21. Mos u mund nga e keqja, por mundet të keqen me të mirën. Romakëve 13:1. Çdo njeri le t'i nënshtrohet pushteteve të sipërm, sepse nuk ka pushtet veç se prej Perëndisë, dhe pushtetet që janë caktuar nga Perëndia. Romakëve 13:3. Sepse e proret s'ke pse t'i kesh frikë për vepra të mira, por për të këqijat, a do, pra, të mos I kesh frikë pushtetit? Bëj të mirën dhe do të kesh lavdërim nga ai. Romakëve 13:7. I jepni, pra, secilit atë që I takon, tatimin atij që I përket, druajtja atij që është për të druajtur, nderimin atij që është për nderim. Romakëve 13:9. Sepse urdhërimet, mos shkel kuror, mos vraj, mos vidh, mos thua dëshmi të rreme, mos lakmo, dhe në pas ndonjë urdhërim tjetër, përmblidhen në këtë fjalë: duaje të afërmin tënd por si vetveten. Romakëve 13:12. Nata u thye dhe dita u afrua, le të flakim, pra, veprat e errësirës dhe të veshim armët e dritës.